një avokat tjetër, kush je ti? E para njëherë nuk është sjellje për gjyqtari. Nuk është fare sjellje për gjyqtari. E dyta, nuk mund ta nxjerrësh ti një person, një avokat i cili është përfaqëson klientin e tij dhe klienti i tij e ka kërkon me autorizuar dhe ti në fillim të seancës gjyqësore ke thënë ky avokat legjitimohet për të qenë palë në këtë proces. Ka mënyra administrative. E dënon ti avokatin me 300.000 lekë gjop, 1 milion lekë gjop, siç janë të gjitha gjobat në rastet konkrete. Po jo për debatin gjyqësor. Po për mënyrën e sjelljes së tij mund të jetë vulgare, mund të jetë bullizuese, mund të jetë edhe verbale përtej çdo limiti njerëzor, mund të jetë dhe me duarmër fizike. Se ka ndodhur edhe kjo histori aty. Ka të tilla gjëra? Cila është kjo gjyqtare që për mendimin tim ja ul shumë nivelin njësër gjyqtarësh të tjerë, të cilët nuk e meritojnë këtë lloj kolege, për mendimin tim, shumë modest, aty në Elbasan, po dhe në Tiranë, ka gjyqtar shumë të mirë ret. Mund ta kam thënë jo një herë, po 10 herë. Ardit Kuka nga Elbasani ka ardhur në Tiranë, rishtasi. Është gjyqtar për kokër të gjyqtarit. Marko Boshku, Olti Skame, ka shumë gjyqtar shumë të mirë. Po flas për këta gjyqtarë të rinj. Kjo me arrest avokat, arrestimi pastaj? Pastaj arrestimi, kjo është akoma më flagrante. Nëse ti të çon, domethënë, unë jam prokuror tani, shikoj se po e bëj banale, po vjen keq për ta kuptuar ti. Unë jam prokuror tani, unë jam shteti tani dhe unë bëj çfarë dua. Si çfarë bën të duar si sotri. E bukura, shkruan letrat. Se ka kur ti bën një le të themi një relacion dhe ja çon prokurorisë si OPG për të bërë arrestimin e X-it apo Y-it, ka datë dhe orë red. Data dhe ora shkruante 15:40, i shkruante, jo, 15:40 është arrestuar, kurse letra shkruante 17 ora 17:00. Pra këta e arrestojnë dhe pastaj bëjnë letra. Po. Ra jemi fiks, prokuroria Arjaniçelës, që të fuste brenda ret dhe pastaj t'i qepte letrat. Marsit, kur ndërmerret një veprim procedural nga prokuroria, që në kohën para 2300 vjetësh ka pasur një raport midis asaj që është e vërtet, e drejtë dhe e ligjshme. Sepse një veprim mund mos jetë i vërtet, mund mos jetë as i drejtë, po mund marrë formën e ligjit. Për shembull në kohën e komunizmit. Gjitha veprimet procedurale ishin ligjshme, po nuk ishin as të drejta as të vërteta. Në këtë rast, me drejtë siç e tha dhe Leonardi, një vepër penale e cila është shtuar akt akuzës, që është kundërshtimi i forcave të policisë. Në rast parë është një fakt i vërtetë, sepse vepra penale ka disa elementë në cilët Leonardi kupton shumë mirë, është ana objektive se si kryhet një vepër penale, me veprim ose mos veprim. Ku vihet re këtu veprimi ose mos veprimi, me të drejtë, siç e ka paraqitur avokati, në lidhje me anën objektive që ka konsumuar klienti vetë që të arrijë në këtë konkluzion. E para. E dyta, ekziston një parim shumë i rëndësishëm në procedurën penale, që është parimi i objektivitetit, që do të thotë një prokuror, kur ka përpara një pandehor dhe një akuzë, nuk duhet niset vetëm me idenë që kjo akuzë qëndron dhe unë si ta faktoj, po dhe nga ana tjetra që kjo akuzë mund të jetë ngritur në mënyrë të padrejtë. Dhe unë mund të faktoj edhe mos ekzistencën e akuzës, pra nuk plotësohen elementet e figurës veprës penale. Pra, problemi që qëndron në Republikën e Shqipërisë dhe me drejtë kemi shqetësim gjithë avokatët, unë, Leonardi dhe gjithë zotërinë që flasin media, që këtu nuk zbatohet ky parim, sepse çdo prokuror i cili fillon këtu një akt akuzë ose i çohen disa akte procedurale ose një kallëzim, qoftë i ngritur nga një shtetës qytetar i Republikës së Shqipërisë, qoftë nga organet procedurore siç janë oficeri i policisë gjyqësore pranë një komisariati, këtu ndërmerret i gjithë procedura ligjore me idenë që këtu ka një të fajshëm, hajde ta mbushim thesën me sa më shumë prova dhe fakte që rëndojnë pozitën. Ndërkohë që ne harrojmë që gjithmonë procedura, parimi në bazë ka më mirë 10 fajshëm jashtë se sa një pa fajshëm brenda. Sepse në procedurë penale zotëri nuk është njësoj si në drejtë civile. Që ti edhe nëse i mohon drejt në pronë se kompenson financiarisht sikur ta kishte shfrytzuar. Jo, këtu mua kohën ti s'ma kthen dot më. Qofse un bie në burg. Edhe ato ditë që paguhen 50.000 lekë sa janë vlerat 100.000 lekë para burgimi ose kaq burgimi, prap nuk ta kthin më kohën. Qofse ti burgosësh me të padrejtë. Si futesh 30 vjeç dhe dal 40. Dal 40. Si ma kompenson këtë? E drejt, bravo. Nuk ka kompensim financiar. Dhe prandaj prokurori duhet gjithmonë të niset nga parimi i humanizmit, nga parimi i procedurës lehtësuese për pandemën, nga parimi i prezumimit të pafajshëm, se nuk janë kot mbi 5-6 parime nga totali gjithë parimeve të cilat janë pro të akuzuarit, pro të pandehurit dhe janë parime të cilat ja lehtësojnë pozitën procedurale, siç është për shembull parimi i fuqisë papavepruese të ligjit, i cili i lehtëson sa më shumë pozitën e tij. Të
Të gjitha këto pse bëhen, se ka një qëllimsi, ka një frym ligji. Dakor, po çfarë ka ndodhur Marsit? Në realitet sa kohë për mënyrën se si edhe avokati e parashtroi edhe ti e parashtrove, mund të jenë pikën që këtu ka shkelje. Çfarë ka ndodhur? Ajo që ndodhur Edi është kjo. Ai kushtoi të rëndësi situatës faktike dhe fakteve, se jo më kot e kam thënë, sistemi common law e ka proof or not proof, provohet ose jo. Apo i kushtoi të rëndësi mënyrën se çfarë formulon ose çfarë qëndrimi mban prokurori. Me drejtë e than Ardi. Gjykata është peshorja e cila fakton ose anon nga akuza apo nga mbrojtja. Edhe jo më kot në Amerikë, e di si quhet prokurori, avokat publik, përfaqëson shtetin akuzën. Avokat publik. Po. State attorney quhet ndryshe. Po. Avokat shteti dhe avokati privat i palës. Që të dy këta kanë pozitë të ngjashme. Se këtu kur ngjon prokurori është ideja që do vi njeriu i cili ka në dorë fatin tënd. Jo, ai ka në dorë përfaqësimin e shtetit në varësi të kallëzimi, i cili mund të ketë një person dyshuar ose jo dhe ka një vepër penale të regjistruar. Është i barabartë thua me avokatin. Mban qëndrimin e vet dhe gjyqtari jo më kot quhet bindje e brendshme subjektive. Nuk thotë atje gjyqtari në kodin e procedurës penale dëgjon prokurorin dhe në varësi të asaj që thotë prokurori ndërmerr vendimin. Jo, ai krijon bindjen e brendshme në varësi të asaj që themi unë ose Nardi në procesin gjyqësor dhe kush e ka të faktuar dhe ka një interpretim të saktë të ligjit në raport me faktet, mbahet një qëndrim ligjor. Problemi që ndodh është ky. Po të marrim gjithë statistikat e vendimeve gjyqësore, duke parë qëndrimin që ka pasur akuza ose mbrojtja, vihet re që këtu kemi një zbatim ose gati një aplikim, madje ndodhe edhe vet dikur shefi Spaku tha që GKK-ja në afërmens po lapsus shumë. Jo, lapsus i subconscient ose e vërtetë e madhe që thot personi. Ja, lapsus se puna e presjes, të falet jo dënohet apo të dënohet të mos falet. Doli Lenini i pafajshëm, pa mirë, nuk u varfulli. Po prandaj kjo është problemi, kështu që këto lapsus se ç'a kuptimi ka, pse i kemi në këto statistike pra? Pse gjithmonë gjykata merr parasysh qëndrimin e prokurorit? Unë kam vënë re në proceset që kam patur. Gjithmonë ka një tendencë të gjyqësorit e cila non nga qëndrimi i prokurorisë. Kjo vjen edhe për shkak të inspektorateve të ndryshme ose kontrollit cilësor të vendimeve që japin gjyqtarët që ndodhin në Këshillin Lart Gjyqësor. Atëherë unë e shtroj si pyetje, nuk është se po e nxjerr si qëndrim. A mos vallë ka një qëllimsi ose iniciativë politike që do të ketë një uniform ose një unitet midis akuzës dhe vendimit gjyqësor? Ja, është mendësi. Është mendësi. Atëherë klasa politike e cila ka deturimin moral dhe politik të emancipojë kulturën dhe të krijojë, domethënë ta ndryshojë një gjendje faktike. Pse nuk e ndryshon këtë gjendje? Sepse janë etrit dhe fëmijët tani. Po tash do shkoj pas do të flasin Denisi do ta shpjegoj ku të që. Se kjo ishte shumë çka ka thënë doktori për këtë Denis, pastaj t'jap lajmin për këtë. Lajmi se unë duke qenë se nuk jam shumë i njohur me këtë situata në gjyq, ndryshe nga dy. Të ftojmë të vish, Jo, nuk e sinqerisht po të ishte ndonjë ndeshje e futbollit, po aty nuk është se. Ai futbolli është vetëm se luhet me ligj jo me top. Ka reaguar prokuroria e Elbasanit, pra duket që ka pasur një situatë pak këndshme dhe unë po lexoj 2 paragraf, thotë lidhur me ndalimin e shtetasit UB nga ana e prokurorit çështës është mbajtur qëndrimi se nuk kishin kushtet dhe nevojat për vijimin e këtij ndalimi dhe për kërkimin përpara gjyqësorit të hetimit paraprake të vlerësimit të tij apo caktimit të imbasës sigurimi personal. Por rrjedhoi si pasojë ligjore ipso iure është urdhëruar lirimi me njerëzit ndaluarit. Ka edhe një paragraf që besoj futet tek ajo që unë do bëja një koment. Sa tha më lart, pasi është thënë dhe me sa duket ka edhe një ndjekje, mos gaboj, një ndjekje penale për avokatin, kanë filluar. Po normal. Është bërë një procedim. Nëse ato janë detaje që është bërë regjistrimi i veprës penale. Tani thotë, sa tha më lart thotë prokuroria e Elbasanit, duke mos paragjykuar çështjen konkrete dhe curinë e hetimeve, gjejmë rastin të ritheksojmë se profesionistët e drejtësisë, gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore dhe avokatët janë shtyllat që mbajnë në këmbë sistemin e drejtësisë. Asnjë prej tyre nuk mund të funksionojë duke cënuar pavarësinë apo sigurinë e tjetrës. Sistemi i drejtësisë kërkon bashkëpunim institucional, respekt reciprok dhe integritet profesional nga të gjitha hallkat e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Atë ka thënë vetëm për vete. Tani ta bëj komentum pastaj ti e pal. Si jam pal. Maro. Si për vete. Vazhdo. Tu me sa lexoj, prokuroria e ka kuptuar që është krijuar një situatë e pakëndshme. Jo, e ka kuptuar që ka bërë një gomarllëk. Po unë po lexoj reagimin, ai thotë që të gjithë jemi aktorë. Mos më lejo ta them këtë, ty të lejo ta thosh, do i shqip. Po jo, po çfarë unë po them atë që ka thënë. Po pra. Ajo thotë. Atë që thua ti do ta them unë. Prit pra. Situata do zgjidhet në rrugë legale. Ku palët kanë
të drejtat e tyre. Ato 2 ditët brenda ku ajo e rëndësishme që thot ato 2 ditë. Po mirë, nuk e di tani pse më thua tani ato 2 ditë do vetë ti kërkoj të drejtën në burrë, siç kërkon çdo avokat. Ku di në kompensohet. Si kompensohet? Ma trego. Si kompensohet? Po ai është avokat, tani që janë hallin atij, ai do që hallin e një qytetari, jo ata aty. Po halli i qytetarit është tjetër. Të timin të gjithë tjetër. Jo, po dakord, po them që ky është e lajmi. Pra ata duket që kanë kuptuar situatën e pakëndshme dhe kanë dashur të japin një mesazh pa shtimin këtë rast që shikoj që jemi të katërt aktor të këtij sistemi. Si gjyqtari, si prokurori, si avokati dhe mos gaboj dhe klienti, kështu i bie, të katërt. Çfarë do të them me këtë? Unë nuk i njoh fare këto gjykata në përrethe. Përveç bindja ime është që përveç SPAK-ut, pjesa tjetër e prokurorisë ka probleme të mëdha të funksionimit, bindje perceptim nga jashtëm, sepse nuk e njoh të thash, por ajo që vlen në këtë rast është reagimi. Reagimi juaj ka qenë pozitiv, sepse edhe ta pranojmë ka detyruar prokurorin të bëjë këtë reagim apo jo. Pra, kur është ajo që thash ndoshta edhe në emisionin e kaluar, kur ka përplasje institucionesh në demokraci, kjo është e shëndetshme. Kjo është një lloj përplasje që u zgjidh me këtë mënyrë mendoj unë. Pastaj ato se sa 2 ditë, 3 ditë, ato janë pastaj detaje që i takojnë çdo individi. Kjo ishte për këtë rast, nuk pa hyrë në kush e ka drejtën, a ka qenë andej apo këtej. Okej. Ky ishte lajmi, besoj të intereson. Ty të intereson, jo të intereson. Ty të duhet, meqense jemi miq bashk, realisht të vish do të ofrohen të bëj peligrinazh. Jo, nuk vi fare. Mos më bëf, nuk dua të di. Nuk dua të di, po dua të di fare. Hajde si gazetar që të shikosh dhe të kuptosh domethënë se çfarë flet ti e kuptoj që ka probleme, prandaj nuk dua të vi fare. Avokat që tani ajo që sapo tha dhe po e vazhdoj prapa aty më burr. Ai do që të bëj ai do që unë të bëj qytetarin jo avokatin. Unë tani po bëj qytetarin. Prokuroria e Elbasanit ka kuptuar idiotizmin e madh dhe gomarllikun e madh që ka bërë në rastin konkret. Është gomarllik mo. Është idiotizëm në kuptimin e plot të fjalës. Dhe e ka kuptuar dhe nuk ka pritur as ta çojë në gjykatë për mas sigurimi, po e ka firmosur që aty. Pra nuk ka shkuar çështja fare në gjykatë. E ka firmosur prokuror. Çështja e avokatit për mas shkuar në gjykatë. Fare. S'ka shkuar fare në gjykatë. Domethënë, aq gomarlik është kjo gjë, sa ata e kanë kuptuar e kanë thënë valla, kjo nuk mam pesh për të shkuar nga kati 3 te kati 3 i gjykatës. Dakor, po gjyqtarja avokat nuk i lexon këto. Tani ti mos më bëj tani do vazhdoj të flasim se gjykata. Tani po flasim për sepse Denisi e lexoi shumë bukur atë që tha, jemi të gjithë të njëjtës palë, të njëjtë sistem. Ja edhe një herë. Le se e mora vesh. Gjyqtar, prokuror, oficer policisë gjyqësor, më fal dhe avokatët. Po, nuk jemi ashtu. Ja të ta shpjegoj shumë thjesht. Po. Në asnjë vend të Europës, këtu ku jemi ne, se për te Europës ndoshta edhe mund të gjesh në një, po unë në Europë nuk njoh që unë të rrit të pres tek dera e gjykatës, aty te roja, ose brenda aty te koltuku, dhe gjyqtari dhe prokurori futen nga njëjta derë nga mbrapa. Në asnjë vend të Europës nuk ndodh kjo. Që këtu nuk ka bie perceptimi i barazisë në një seancë gjyqësore. Po, e vërtetë është. Si mund të futet gjyqtari dhe prokurori nga e njëjta derë, o zotëri nderuar, po të flas nga mbrapa, o Denis. Ti se shef asnjë prokurorin. Po të shkosh në gjykatë Tiranës, në gjykatë Elbasanit, në çdo lloj gjykate ata kanë hyrjet e tyre. Futen andi nga mbas. Po pse ata futen nga mbas e unë futem nga mbara? Ku është e drejta jote për kundrejt ne? Se bëhet përsi, midis akuzës, shtetit dhe mbrojtjes. Ku shkon ti përpara në gjykatë? A jeni të barabartë neve? Ti aty unë këtu. Dalim te çështja kulturore që thash pak përpara. Ku është? Ka rregull pra. Vetëm mos më ndërprit ti është një gjë shumë e po them që ai reagim që bëhet sot ju për kod të proceseve, i shkullni gjërat dhe i kthehemi asaj periudhë asaj që ndodhi me gjyqtarin e ndjer që këtu bëhen procese në kushte anormale dhe gjyqësori flë. Ka sa vite ka që vazhdon ajo situatë, edhe ata rrinë ata gjyqtarët, rrinë në 2 metra 2 metër. Prandaj po them, jo, kjo është ajo që duhet pra. Kur ka reagim, do të rriqet pala që po pritet, flas për reagime të përjetuara. Se un kur vi dhe flas për gjëra që di, po dëgjoj mos më do kishit bërë këtë protestë sot, s'do kishte ndodhur ky reagim. Ne kam atë, po flas për njerëzit, nuk po flas për vete. Po për njerëzit po. Ore, dhe di çfarë ndodh në gjykatë sot. Në qoftë se un shkoj në një gjykim dhe më ka ardhur fletire dhe thot në orën 10 të mëngjesit. Unë shkoj në orën 10 pa 5, futem aty e zë. Po.
prit, se po thret gjyqtari, prit, shko në 10 gjyqe, 11, 12, 1, s'ka rëndësi, gjitho presë aty, sepse do shkosh në gjyq. Dhe mund të ndodhi në ret që të vinë sekretarja në orë 1 dhe thotë, shiko, nuk është gjyqtari ose nuk është prokurori, shtyhet çështja. Po e papranueshme. E marr inversin. Po e papranueshme, s'ka nevojë të rish të lutem modernisë, më bëre grinja, duhet se duhet të shpjegoj diçka. Po prap dakord pra. Të pranoj inversin. Gjyqi është në orë 10 dhe këta qëllojnë që në orën 10 fiks thretaj. Edhe unë nuk kam arritur dot trafiku, drejshi shetan mbi dhe shkova 10:05. Su futa do të aty. Mbaroj gjykimi. Dhe pastaj e fundi se e tha pak Marsidi. 99.99% janë masat e sigurimit. Çfarë thot prokurori? Bën gjykata 99.99%. Në Shqipëri, ëh? Në Shqipëri. Edhe ke këto po lëmë dënime, nuk po them të këtu. Masa sigurimi thotë. Po masa sigurimi që robi ngel merr në burkun. Pa çfarë masë do merret gjatë procedimit të? 100% më thuaj. Po, a e kupton më? Jo 100%, më është çmend durim. Çfarë tregon kjo përsi? Çfarë tregon kjo? Ti avokati. Jemi sistemi akuzitor apo akuzator? E ke dekor këtu në Shqipëri. E ke se na duhet aty për legjitimu procesin gjyqësor. Dekor më asnjë gjë tjetër nuk është. Dhe këta hidhen përpjekje dhe thonë jemi të gjithë të njëjtë pjesë. Ora ti i bën shkres prokurorit, se thua me kod procedurës penale, prokurori në jetimin e një çështje duhet të vëj palën çdo 2 muaj, duhet ta vëj në DNI. Çfarë hetimi ka bërë këto 2 muaj? Unë bëj shkresa për ditë. Po të më vi një amër, të them ky prokuror që ka i rregull. Pse bëhen këto shkresa ret? Sepse në bazë të shkresës prokurorisë dhe të hetimeve unë kam të drejtë të kërkoj në çdo rast zëvendësim mase për klientin tim. Ma lejon kodi i procedurës penale. Avokat, ta shikojmë pak reagimin e Berishës, inserti 1, për ta interpretuar edhe politikisht gjën. Inserti 1, regjia. Arrestojnë avokatin në Elbasan. Pse? Sepse guxoi t'i thot prokurorit, unë do të bëj padi penale. Dhe ky bandit me prodën që është antar i bandës edhe tjerë, thret avokatin edhe e arreston të nesërmen. Tani më thuj pak mua. Të arrestosh avokatin në këtë mënyrë, a e kupton ti që kjo është një terror mbi 10-100 avokatër që të mbyllin gojën në sallën e gjyqit? Marsit, Berisha flet për, le të themi, klane që, le të themi, kanë fuqinë e tyre, zgjatimin e tyre në drejtësi. Flet për terror mbi avokatët, flet për akuzon drejtorin e policisë, flet për banda kriminale. Ajo që dua unë është kështu e lexon Berisha, po në të vërtet çfarë po ndodh ekskluzivisht për ato që po flasim në Elbasan, në rastin konkret, dhe çfarë po ndodh me drejtësinë, sepse është vënë, le të themi, pas ngjarjes së rëndë që ndodhi në sallën e gjyqit, është vënë shënjestër dhe çuditërisht për ditë na zbulon domethënë ca flet pakëndshme për të lexuar. Redi, po ta përkufizojmë me një fjali gjithë situatën e krijuar është kjo, që ç'të drejtë kërkon ti për të mbrosh klientin tënd se ti nuk mbron dot vetëm për ballnesh, nëse ne merremi me ty. Pra se këtë po i thotë ajo strukturë që thot Berisha. Berisha thotë që këtu ka një strukturë, interesash dhe lidhjesh dhe fijesh të fsheta që fillon nga policia e shtetit, e lëvizur nga politika, pra është një trekëndësh, policia e shtetit, prokurori. Pra këtu përveç monopolit pushtetit dhe të mënyrës se si administrohen financat publike dhe administrimi publik i të drejtave dhe të detyrimeve qytetarëve, këtu politika pas ka ndërmarrë edhe administrimin e të drejtave ligjore të prokurorit dhe të palëve në një proces dhe madje arrin deri aty sa do të përcaktoj kush është i fajshëm ose kush jo. Tani a qëndron kjo akuzë politike Berishës apo jo? Se këtu jo, okay. Unë thash pak më përpara dhe e ceka që kultura është tradita. Domethënë po ta definojmë fjalën kulturë, çfarë është kultura? Është tradita, është ajo se si vendoset. Për shembull, vjetët thoshin që mos di natën sepse shkeq, s'është mirë. Pse? Sepse kultura ose tradita tregon që natën mund të hante një kafshë egër, mund të ndodhte ndonjë konflikt, mund të kishte probleme të tjera. Pra sepse tradita e krijuar dhe kultura dhe është mjet epistemik në fund ditës, sipas është mjet njohës, pra sipas filozofisë logjike. Këtu kultura ligjore është që prokurori është ai të cilit i merret parasysh
ndërtimi i akuzës dhe qëndrimi i tij, dhe madje pse gjithë korrupsioni ishte përqendruar në prokurori, sepse në mënyrë që një klienti të lehtësohet pozita duhet që të ketë afiliacion ose afinitet me prokurorin ose një raport me prokurorin. Pra, nuk e ka fatin debati gjyqësor.